Dhe Allah i madhreshëm ma shumë i gëzohet pendimit të robit të tij mëkatar, sesa vetë pëlqimit të robit të tij adhurues. Shumë thonje e madhe. Ibadetxhi. E përmend Imam Ibn Kaimi rahimahullah nga ulemat e selefit këtë fjalë. Ako mos i pak mu ndal çto. Edhe një herë më sqaru pak më mirë. Atë do të them. E përmend Imam Ibn Kaimi rahimahullah këtë në Medarrijus Salikin për ulemave të mëhershëm të selefit, të cilët kanë thonë aninul mudhnibina ahabu ila Allahi min tasbihil mu'jibin. Rënkimi i mëkatarit pendues është më i dashur te Allahu dhul xhelal sesa vetë pëlqimi i adhuruesit. Ati që madhon Allahu subhanahu wa taala. Çish rënkimi? Rënkimi gjatë pendimit, qartë. Mëkatari që momentin që rrshet edhe tregon dobësinë e tij, e pendohet nga ajo që i ndodh dhe e çan hallin e tij dhe kërkon falje për madhnisë të tij për Allahu dhul xhelal. Ky pozicion që ka njeriu është e dashur te Zoti. Kurse njeriu që bën adhurime dhe nuk bën mëkat dhe mendon se këto adhurime janë suksesi i tij personal, dhe ai me dijen e tij, me aftësitë e tija, ka arrit që të jetë kaq i devotshëm, kaq fetar, kaq i zellshëm fetarisht. Dhe fillon me ndi krenarimete, me ndi vetpëlqim, i pëlqen vetja për nivelin e lartë të adhurimeve që ka arrit. Këtë Allah nuk e don. Ma shumë e don këtë që mëkaton, edhe rënkon, edhe kërkon falje, edhe ndihet keq, do thotë edhe pendohet te Allahu xhallahu se ky që bën vepra të mira, po nuk ja atribon suksesin Allahut dhe ndihmës së tij, po ja atribon vetvetes dhe aftësive të tij. Kjo është domosdoshmë se besimtari tu e ditë dobësinë e tij dhe tu e ditë mirësitë e Zotit, ai kurrë nuk çon krye para Zotit. Dhe kjo ka dallim domosdoshmë për ulja, andaj raporti i njeriu me Zotin është raport ubudiyeti, raport robërie. Ne jemi rob të Allahut. Edhe kjo është krenari, për shembull se na edhe kur flasim shpeshherë hezitojmë me përdor këtë raport që kena me krijuesin ton. Ai është pronari jon, na jemi rob të tij. Ai na ka kriju, na jetojmë me vullnetin e tij, me mënyrët e tij. Ai që bën adhurime, tu mendon se i bën vet, ai faktikisht fillon me adhuru egon e tij, vetveten. Pra nuk i bën adhurimet për ta treguar robrinë e tij ndaj Allahut. Por i bën adhurimet për t'treguar se ai ka kontroll ndaj egos së tij. Ose për me tregu të tjerëve se është i disiplinuar. Ai ka, do thot, korrektësi në veprimet e veta dhe fillon me kalun vetë pëlqim. Edhe në, ku themi vetë pëlqim, domethënë këto fjalësh me pëlqy vetveten, me admiru vetveten, me adhuru vetveten, me mendu se domethënë ti nëse Zoti s'ka drejt me dënu tyje, Zoti ka me shpërbly detyrimisht tyje. Megjithëse ti je pronë e Zotit, nuk je domethënë asgjë që ke dalë vetë faktikisht. Edhe në këtë sqarim vjen ky definicion domosdoshmë se rënkimi i mëkatarit është më i dashur se vetpëlqimi i adhuruesit, sepse mëkatari vazhdimisht e din dobësinë e tij karshi Zotit dhe dhuntit e vazhdueshme që Zoti i jep, pyetëra është edhe pendimi për dhuntive të Zotit. Ky do thotë e shkput lidhen me Zotin, realisht adhurimin ja adreson atij, ama duke menduar se ai vetë e bën edhe fillon dal nga dal me kalu nga adhurimi i Zotit në adhurimin e vetvetes. Edhe andaj këtu janë dy elemente që duhet të shtoj si plotësim i kësaj. E para, jo rastësisht në surën Fatiha që na lexojmë vazhdimisht është vetëm ty të adhurojmë o Zot dhe vetëm për te ndihmë kërkojmë. Që është sqarimi i dietarëve se adhurimi i plotë i Allahut nuk mund të bëhet pa ndihmën e tij. Na çfarë kemi nevojë për ndihmën e tij. Ashtu sikurse atij ja adresojmë adhurimet tona, veprimet tona, njëkohësisht vetëm prej tij kërkojmë ndihmë në zbatimin e këtyre adhurimeve. Nuk mbështetemi në veten tonë, po mbështetemi në ndihmën e Allahut dhul xhelal. Kjo është një. E dyta, njeriu Allahu i madhëshëm në Kur'an e përmend këtë fenomenin e kalimit të egos në statuj, idhull. Thot e rejtë alladhi ittakhadha ilahahu hawa, a nuk e ke par atë që egon e tij, pasionin e tij, epshin e tij e ka shndruar në idhull që adhuron veç Allahut pa dituri? Fillon me adhuru vetveten. Edhe egoja jote me gjitha komponentet që i ka, edhe ato që janë pjesë e diturive, edhe ato pjesë që janë karakterit, edhe ato adete zakone të trashëgume, edhe ato të përfitume ndërkohë, krejt ato i kontrollon egoja jote
dhe ti i nështrohesh egos tane. Edhe kur e adhuron Allahun, e adhuron për shkak urdhit që të jep egoja. Edhe kur i del karshia Allahut, i rebelohesh karshia ti, del për shkak asaj që thot egoja jote. Andë ky njeri në këtë rast, edhe kur është adhurues, edhe kur është rebel, është nën komandën e egos së tij. Ai realisht e adhuron egon e tij, jo Allahun subhanahu wa taala.